Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka konstatuar probleme në trajtimin e çështjeve të dhunës në familje nga gjykatat dhe rekomandon që të ndërmerren ndryshime ligjore. Këto fakte janë konstatuar pas një kontrolli njëvjeçar të realizuar prej Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë ndaj 28 gjykatave për të evidentuar se çfarë roli kanë ato në parandalimin e dhunës në familje përgjatë lëshimit të urdhrave të mbrojtjes. Në konkluzionet e nxjerra prej inspektimit vjen re dy probleme shqetësuese. Nga njëra anë është numri i lartë i çështjeve që pushohen dhe nuk marrin një vendim themeli gjyqësor, dhe nga ana tjetër është numri i ankimeve në gjykatat më të larta, i cili është jashtëzakonisht i ulët. Shkaku determinant i pushimit të çështjeve është mosparaqitja e paditëse apo heqja dorë saj. Megjithatë, nuk mungojnë as rastet kur gjykata vendos pushimin për shkak të normalizimit të marrëdhënieve midis palëve ndërgjyqëse. Ndërsa një tjetër problem është edhe numri jashtëzakonisht i ulët i ankimeve, që tregon se ka një problem me aksesin në drejtësi të dëmtuarve nga dhuna në familje. Një nga problematikat e konstatuara është numri i ulët i ankimeve, ku në 17 gjykata nuk ka patur asnjë vendim të ankimuar. Krahas monitorimit të performancës së gjyqësorit, nga monitorimi i KLD-s u konstatua se pothuajse i gjithë sistemi mbrojtës ligjor për dhunën në familje ka nevojë për përmirësim në drejtimet e mëposhtme. Në rritjen e cilësisë së mbrojtjes ndaj të dëmtuarës nga dhuna në familje, nuk ka një bazë solide të dhënave mbi dhunën në familje, çka vështirëson identifikimin e rasteve, si dhe kërkohet rritja e eficiencës së gjykatave në drejtim të kohëzgjatjes së gjykimeve. Gjetja kryesore e këtij inspektimi është shkelja në mënyrë sistematike e afateve procedurale të vendosura nga ligji për shqyrtimin e kërkesave dhe dhënien e vendimeve gjyqësore mbi to. KLD ngre shqetësimin se 65% e çështjeve të urdhrit të mbrojtjes rezultojnë të pushuara për shkak të tërheqjes së të dhunuarës. Në lidhje me këto problematika, KLD ka dhënë edhe rekomandimet përkatëse për të përmirësuar situatën, si dhe për t'i ofruar të dhunuarve në familje një mbrojtje më të mirë.